shute mos më dil para. Tash ti ke mbaruar çdo gjë, ëh? Gjatë vështirë për shkon borë. Plus kemi pasur edhe probleme me djergë, pjesën mjekësore, kemi vështirë. Po zgjidhën, po ishim në Venetin kjo në stacioni i Velipojës dhe po bëhet gati për të bëllë në stacioni i Shëngjinit, me që do fuqizohet gjithë kjo lidhje tani me energji, se këtu do ketë investime të reja në ato projekte e Marbejës që do bën tik. Se ky zot ky sot do ta bëj lezën si Marbeja thotë dhe Velipoja do ngeri mbrapa. Mos bën në zemër. Ne kanë hyrë gjithë Europa. Aty do vi, pastaj do kalojmë ndesh. Bashkë Do ndalojmë Europa ashtu, pastaj pranojmë bashkë. Jemi në dilemë të madhe shumë. Jemi shumë në dilemë të madhe. Nuk di si i bëhet, po a do vi Europa nga Lezhë apo nga Shkodra. Nga ka hyrjen. Do vije Velipoja nga Shëngjini. Velipoja nga Shëngjini. Vjen Europa nga Lezhë. Po porta nga Shkodra. Jemi ndesh si vëj. Ti në zona Lezhës, ai ku i kemi Shkodra? Kena urën dhe doganën që do të hyje për janë kana nga Velipoja. Vetëm ka lënë Shkodër, pastaj ndaluan na lënë Shëngjin. Vetëm nëse detyrojnë me politikë. Se foli fjalë nga hyn tash. Te balkonin ku i të japi Shkodrës sa Lezhës tash. Nuk e keni përbashkët? Ja, përbashkët. Ja, s'ka përbashkët. Nderuar kryeministër, nderuar ministre, nderuar kryetari i Bashkisë Shkodrës, nderuar pjesëmarrës, mirë se erdhët në Lezhë, se këtu jemi në Lezhë. Me qenë se mos ngatrohemi për balkonin. Po do i lëm akses edhe Shkodrës, kuptohet, me ardh. Sot është një nga ditët më të bukura për turizmin e kësaj vije bregdetare që fillon nga e mrekullueshmja Velipoj dhe mbaron në Shëngjin, duke inkluduar dhe ranë në Hedhu. Është një investim i cili jep një dimension tjetër zhvillimit të turizmit këtu, duke e shkurtu komplet rrugën e komunikimit bregdetar mes Shkodrës dhe Lezhës, duke futur pastaj edhe malin e Zi, si një ndër pikat hyrëse nga Europa dhe duhet ta pranojmë se Europa vjen nga Shkodra, po ndalet në Lezhë. Kështu që po edhe pak në Tiranë s'do ketë nevojë me jetu kurse. Ato që do bëhen Shëngjin, Velipoj do jenë gjëra që nuk janë imagjinuar ndonjëherë. Pak me sa dim ne. Dhe me qenë se u hap kjo temë, është një ndër zonat që është në fokusin e veçantë të kryeministit të gjithë qeverisë, me normal konsultën edhe të Benetit dhe timin ndonjëherë, që të kthehet në një ndër zonat më të mira në botë. Dhe pse e them këtë? A kjo është për nga struktura natyrore, por mënyra e zhvillimit të turizmit tu është në dorën e arkitektëve më të mirë në botë. Pra, sot që flasim, përveç kësaj, ne do të presim zhvillime të tjera bashkohore që ka do e kthejnë përfundimisht këtë zonë ndër më të mirat në rajon dhe do jetë krenaria e turizmit shqiptar. Do i shtem tu edhe bypassin e Shëngjinit që ne e kemi bë gati, besoj me fondin e zhvillimit mërna vitit fillon, që do thotë që kalon trafiku sipër Shëngjinit, duke lidh këtë edhe me Milot Balldarin që besoj se javën tjetër sipas asaj që ti unë do të shpallet fituesi.
Atëherë në kuptimin e infrastrukturës ne bëjmë hapa cilësor para, duke lidhur me gjithë zhvillimin që është aty. Shumë faleminderit i nderuar kryeministër për vëmendjen e përqendruar dhe projektet e pafund që kemi orientuar në këtë zonë. Mendoj se më mirë se kaq ne s'kishim si e bëshim këtë histori. Faleminderit Benet për gjithë bashkëpunimin që kemi bashkë, e kemi ekselent në fakt, po varësisht se kryeministri do më na ngatru, po unë e kemi ekselent, diskutojmë, shkëmbejmë mendime, bile edhe kur e lam për këtu, Beneti vendosi. Kështu që shumë faleminderit edhe ju gjithë biznesit Lezhjan dhe Shkodran, jam i bindur se jeni më të mirët e mundshëm me një durim spektakolar deri në përfundimin e këtyre veprave të mëdha të infrastrukturës që do lehtësojnë edhe lëvizjen edhe mundësinë e të bërjes turizmit në zonë. Shumë faleminderit. Respekt. Faleminderit. I dashur kryeministër edhe të dashur ftuar, në fakt e vendosëm të rrim këtu si mes Lezhës së Shkodrës, edhe pak në Lezhë jemi, po gjithë rrugët kalojnë nga Shkodra. Dhe tashmë gjithmonë më tepër gjitha rrugët do kalojnë nga Shkodra. Dhe hyrja e Europës vjen nga Shkodra, e pastaj kjo në fakt është një projekt i përbashkët, i filluar shumë kohë më parë. Besoj kryeministri mban mend kur ne diskutonim para shumë vjetës mënyrën se si do zhvillohet gjithë rajoni i Veriut dhe se si do të bëhet kjo lidhje, edhe unë sot personalisht më duket e pabesueshme që kam në këtë pozicion, në këtë rrugë të realizuar me shumë mund dhe shumë përpjekje edhe shumë kohë për të realizuar, po në fakt është fillesa, është një nga diskutimet e para se si do të zhvillojë gjithë ky rajon i Shkodrës. Në fakt nuk është thjesht një rrugë, edhe siç e shpjegoi dhe Pierini, kjo lidhje jo vetëm turistike, në fakt është koncepti që kemi pas prej herësh nga kryeministri, se si gjithë rajoni duhet të përfshihet në një produkt turistik, në një produkt turistik të përbashkët. Çka kam parasysh? Sot vija e pandërprerë nëpërmjet kësaj rruge ranore dhe shumë e bukur, zjerohet Shëngjini Velipoja dhe projekti që tashmë po ecën me pak vonesë nga ana e Malizip, që është Ura, krijon një vijë bregdetare ranore të pandërprerë për rreth 40 kilometrash, fillon Shëngjin, kalon Velipoj dhe shkon deri në Ulqin, që është unike për gjithë pjesën e Mesdheut. E them këtë sepse kjo është shoqëruar me disa investime si nga ana e Shëngjinit, ashtu dhe nga ana e Shkodrës, ku ne po mbarojmë fizibilitetin për rrugët e tjera lidhëse në Velipoj, përshtaten gjithë zhvillimi turistik të zonës, do të krijojë atë gjë që të paramenduar, të mirë menduar në gjithë planin strategjik të zhvillimit të këtij rajonit dhe më gjerë se kaq të gjithë Shkodrës, kuptohet bashkëpunime edhe me Lezhën. Për ne Velipoj, ky projekt është i rëndësishëm shumë. Velipoja është për Shkodrën, do të thoja, pesha më e madhe ekonomike në ekonominë e Shkodrës, për momentin ka 50% të numrit të shtretërve që funksionojnë sot, dhe po kështu dhe nga ana e të ardhurave ekonomike ka një peshë të rëndësishme në ekonominë e Shkodrës. Kështu që mbaruam sot me kryeministrin edhe një investim ose inspektuar një investim të rëndësishëm energjetik të një nën stacioni që do të lidhet dhe do të mbulojë dhe të përgjigjet nevojave në rritje të zonës që ka dhe që po ka tash i Velipoja, dhe shpresoj se në këtë drejtim unë jam i lumtur, jam shumë falendërues, shumë i njohur kryeministër që erdhën në këtë ditë ku janë hapur rrugët për një zhvillim akoma më të madh të turizmit dhe të ekonomisë së zonës së Shkodrës. Ju falenderoj shumë dhe besoj që do kemi të tjera investime kështu. Mirë, shumë faleminderit. Ne sot jemi së bashku këtu edhe me ministren e cila do të ndaj me ju disa fakte dhe disa projekcione tonat lidhur me industrinë e re të turizmit. Ndërkohë që përfundimi i kësaj rruge të re është vërtet një moment lehtësimi, sepse me këtë rrugë të re
si dhe me segmentet tjera të kësaj natyre që kemi investuar apo po vazhdojmë të investojmë për Shqipëri, i zbulojmë shqiptarëve, por edhe turistëve një pjesës të magjishme Shqipërie që deri dje ishte pak sesueshme. Dhe patjetër që fuqizojmë mbështetjen për të gjithë ekonominë vendore të Shkodrës dhe të Lezhës, e nuk diskutohet, shtojmë të ardhurat të tjera për ekonominë tonë kombëtare. Unë jam shumë optimist, duke pas parasysh dhe atë që preku pak Pirini, stokun e projekteve të reja. Të projekteve të reja tuajat, të sipërmarrjes në Lezhë në Shkodër, por edhe të shumë kujt tjetër që s'është këtu me ju sot, sepse janë projekte të një gjenerate tjetër në të gjitha drejtimet. Kemi mbledhur dhe krijuar një rrjet absolutisht unikal arkitektësh, të cilët do të jenë edhe pjesë e pavionit të Shqipërisë në Bienalen e Arkitekturës në Venecia, që hapet së shpejti. Edhe kush nga ju ka mundësi dhe dëshirë, unë do t'i sugjeroja të shkoj ta shohë. Është diçka vërtet spektakolare ajo Bienale për gjithë ata që merren me direkt ose indirekt me ndërtime, dhe është krenari e madhe që Shqipëria në këtë edicion të Bienales do të përfaqësohet me një mozaik të jashtëzakonshëm arkitektësh. Shumë kush se beson akoma fare që kjo mund të ndodhi në Shqipëri, por ja që kjo po ndodh dhe një pjesë e juaja janë në kontakt me ta, punojnë me ta. Janë projekte shumë ambicioze, por që do të tërheqin këtu atë që ne na mungon sot. Do të tërheqin fuqinë e madhe të konsumit nga ana e kategorisë së turistëve që shpenzojnë shumë. Natyrisht ata kanë nevojë për këtë lloj infrastrukture të re, mikpritje që po krijojmë, dhe pastaj të ardhurat rriten në mënyrë të jashtëzakonshme, ashtu si kundër rritet shumë ndjeshëm edhe mundësia, por edhe nevoja për të paguar shumë më tepër edhe stafet, sepse e gjitha lidhet me cilësinë. Unë do t'ju thosha thjesht dhe vetëm që të synoni maksimumin e cilësisë. Ne do të jemi shumë mbështetës, por edhe shumë rigoroz për sa i përket gjithë zhvillimeve në këto hapësira të reja. Kemi bërë si vend shumë gabime në të shkuarën, normale, janë gabime të rritjes, i kanë bërë gjitha vendet, nuk është se jemi ne të parët që i bëjmë. Kemi bërë gabime në zhvillimin e bregdetit tonë, në të shkuarën, pa llogaritur edhe ato furit e ndërtimeve absurde që janë bërë në fillimet e tranzicionit, por kemi shumë akoma mundësi për të krijuar një infrastrukturë hotelerie dhe infrastrukturë mikpritje shëmbullore, duke përfituar nga eksperienca e krijuar, por dhe nga eksperienca atyre që kemi tërhequr në këtë vallën tonë të europianizimit dhe të modernizimit të Shqipërisë. Pirini e tha, jam shumë dakord, si gjithmonë në fakt me Pirinin, po në këtë rast jam shumë dakord që kjo është një nga zonat më të bukura të Europës, nuk diskutohet. Dhe kjo meriton një zhvillim me standardet më të larta të Europës. Dhe këtu ne besoj bijem në ndërkohë që për sa i përket rritjes më të ishme të mbështetjes nga ana jonë,
ishim me Beneti, me prefektin, përpara se të vinim këtu tek kantieri i në stacionit të ri të Velipojës, është në përfundim, do të jetë në funksion në fillim sezonit, sepse nevoja për të rritur kapacitetin e furnizimit me energji është shumë e madhe, pasi ngarkesa është bërë shumë e madhe. Dhe në ndërkohë, i dua t'ju informoj juve të Lezhës që projekti për në stacionin e ri në Lezhë është gati dhe do të filloj dhe ai në Shëngjin, në Shëngjin, e drejt, është gati dhe do të filloj dhe ai nga ndërtimi. Ashtu si kundër kemi me Fondin Shqiptar Zhvillimit edhe projektin e fuqizimit të rrjetit në Alpet, që do të preki të gjitha pikat ku tani më ka filluar të qel dhe të lullëzoj si në theth një turizëm me një të ardhme të jashtëzakonshme. Kështu që plani është që të dy këto në stacione të mbështesin jo thjesht nevojat e sotme, por të mbështesin nevojat për shumë vite, duke pas parasysh edhe investimet e reja që ju e po përgatisni të bëni. Në ndërkohë është e vërtet, me Milot Baldrenin kemi pasur disa vështirësi që kanë qenë të lidhura me procedurat, pasi na është dashur ta ribëjmë garën për arsye të gjitha standardeve dhe kriteret vendosura. Urojmë dhe shpresojmë dhe besojmë që në ditët e ardhshme më në fund do të përmbyllet i gjithë procesi dhe do të duhet të bëhet shpallja e kompanisë fituese për të firmosur kontratën dhe për të filluar punën edhe për Milot Baldrenin. Ndërkohë që kemi në proces edhe Milot Moriqanin, në mënyrë që të përmbyllim gjithë korridorin blu. Është e vërtetë ajo që tha Beneti, nuk kemi pas shumë sintoni me palën malazeze për urën, vonesa, burokratësira etj, se ankoheni ju për vonesa dhe burokracirat këtu, po do më thënë, mjafton të pyesni miqt, shokët, familjarët që keni në Itali, t'ju thonë se sa kohë u desh për të arritur te firma e fundit për çështjen e pensioneve me Italinë, mbasi u firmos edhe u tha që kjo u krye. Sa u desh, çfarë procesi u desh nga pikpamja burokratike. Por do të vazhdojmë të shtyjmë për urën, sepse është shumë e rëndësishme që të krijojmë një vijë të pandërprerë dhe kjo do t'ju sillte juve shumë më tepër flukse dhe do të sillte dhe shumë turistë të ditës që shkojnë dhe vinë midis dy anëve të kufirit. Harrova në gjë. Kemi dhe një projekt tjetër që kemi dakortësuar, domethënë më saktë, Pirini ka urdhëruar dhe unë kam pranuar të zbatoj projekti që i ka ardhur koha për të vërtetës i lidhjes së zonës së Tales, gjithë zona mbrapa me Bregdetin, përmes rrugëve, si t'i quajmë, rrugëve perpendikulare, po i quajmë, të brendshme, ku faktikisht s'ka infrastrukturë që të mbështesi këto zhvillime, ndërkohë që deri dies ka qenë as nevoja për të pasë, s'kishte, dhe bypassi i Shëngjinit, që është një kërkesë e vjetër e Markut, dhe që të them shokut Mark, po është zoti Mark, në fakt se shok s'bëhet ky, është nga atë pajepurit e liri demokracisë, po ne dumë gjithë, sepse këtu na bashkon partia e punës, apo jo, Mark. Ne jemi me punën, kështu që përtej. Këto janë pak a shumë ato që unë desha të bëj si një përmbledhje, në ndërkohë që ministrja do të hyjë në disa detaje dhe pastaj nëse do ketë akoma durim nga ana juaj, se jeni dhe përballë diellit, jemi të gatshëm që t'i përgjigjemi çdo pyetje.
Faleminderit kryeministër, jam përballë diellit, po janë dhe përballë detit. Pamja në fakt nga të dy anët është shumë e bukur. Unë dua të flas për turizmin edhe për sektorin që juve përfaqësoni, sektorin nga cili juve vini. Në fakt nuk kanë rëndësi nëse hyrja drejt Europës është nga Shkodra, nga Lezhë, nga Durrësi, nga Tirana, nga Vlora apo nga Saranda, sepse ne kemi punuar fort që të krijojmë gjitha parakushtet që ngado që të hyhet në Shqipëri të ketë infrastrukturë, të ketë lehtësi dhe rruga që sot apo para disa ditësh është inauguruar është pikërisht një ekspoze e asaj që ne kemi dashur të bëjmë. Kemi nga njëra anë ndërtuar infrastrukturën me qëllim që çdo cep i bukur i Shqipërisë, që i bukur ka qenë, aty ka qenë, por nuk aksesohej, turistët nuk mund ta preknin, të mund të preket, të mund të admirohet nga ne që jemi qytetarë të Shqipërisë, por edhe nga ata që vinë, nga gjithë miqtë tanë që vizitojnë Shqipërinë çdo vit. Nga ana tjetër, nuk kemi bërë vetëm rrugë, kryeministri shpjegoi qartë që turizmi nuk kërkon vetëm rrugë, turizmi kërkon infrastrukturë të energjisë elektrike, e cila është fuqizuar, po fuqizohet me qëllim që kushdo që vjen të ketë të ndihet mirë, të ketë cilësi në atë që sheh. Unë mbaj mend para 10 vjeçari kur kam qenë jo në këtë zonë, po në një zonë tjetër në Theth për herë të parë, nuk ishte rrugë. Kishte një dritë e cila ishte si qiri, që me zi shihej kush ishte në fund të dhomës, ndërsa sot kemi një situatë komplet tjetër, kemi një infrastrukturë komplet tjetër, të gjitha shërbimeve që lidhen me turizmin, të cilat kanë ardhur si pasojë e një vizioni që ne kemi pasur. Ne kemi folur shumë shpesh për shifrat e turistëve të huaj në Shqipëri dhe e vërteta është që ato turistë vinë sepse është një punë e madhe e bërë për t'i sjellë ato këtu. Sfida është se si ne do të arrisim këtë numër dhe do të arrisim me cilësi. Dhe këtu hyn bashkëpunimi jon për çfarë qeveria është duke bërë me atë që ju jeni duke bërë, pra me investimet dhe investimet cilësore, të cilat do të garantojnë që çdo turist që vjen në Shqipëri, jo vetëm do mahnitet nga bukuritë, por do të ketë një shërbim cilësor. Kur ne morëm detyrën numëroheshin rreth 1 milion turistat huaj, ndërsa sot neve kemi mbi 11 milion dhe synimi ynë është që të shkojmë në 20 milion. Dhe këto nuk janë shifra të cilat janë thjesht koka njerëzish dhe numra të cilat janë të parëndësishme. Këto shifra vijnë të shoqëruara me të ardhura, vijnë të shoqëruara me më shumë punë, me më shumë të ardhura qoftë për çdo biznes që hapet, pasi kur ne morëm detyrën, të ardhurat nga turizmi ishin gjithashtu më pak se sa 1 miliard, ndërsa viti 2024 u arrit një shifër prej 5 miliard eurosh. Kjo shifër nuk lidhet vetëm me turizmin. Efekti multiplikator i kësaj shifre, pra 5 miliardë euro të turizmit, nëse do t'i shpërndajmë në ekonomi, krijojnë 9 miliardë euro ekonomi. Dhe kjo nuk është një shifër e pa konsiderueshme. Është një shifër që në vlerë të shtuar përkthehet në rreth 21% të ekonomisë. Pra, vizioni ynë për ta fuqizuar turizmin nuk lidhet vetëm me sektorin e turizmit, por lidhet me të gjithë sektorët e tjerë. Futur këtu transportin, futur këtu tregtin, futur këtu shërbimet e tjera mbështetëse, futur këtu prodhimin bujqësor. Janë të gjithë sektorë që janë fuqizuar nga rritja e turizmit. Nga ana tjetër, numrat flasin vetë, numri kompanive të regjistruara qoftë në Lezhë, qoftë në Shkodër, është më shumë se sa 60% rritur, të ardhurat e kompanive të turizmit janë më shumë se sa dyfishuar, ndonë se akoma më shumë duhet të jetë. Për këtë arsye, ne kemi propozuar para pak muajsh një marrëveshje me të gjithë subjektet që operojnë në hoteleri. Siç e thash, të ardhurat janë 5 fishuar si ekonomi, ndërsa të ardhurat e bizneseve janë 2 fishuar. Kjo tregon që e vërteta është që ende ka informalitet, ende ka në deklarim. Dhe prandaj ne kemi propozuar të gjithë operatorëve turistik që të bëjnë një marrëveshje me tatimet dhe deklarojnë 65% të nxënjes së strukturave hoteliere me marrëveshje gjatë sezonit të pikut dhe
35% për sezonin dimrar. Bizneset të cilët kanë zgjedhur ta lidhen këtë marrëveshje me tatimet, që në ditët e para kanë qenë rreth 600, tani në informacionin tim kanë shkuar në 1000. Pra, pjesa më e madhe e bizneseve ka dakordsuar që të ketë këtë paqe me tatimet në lidhje me dhe nuk do të kenë më inspektime. Pra ato vendosin të deklarojnë një shumë të propozuar nga tatimet dhe nuk do të kenë më inspektime. Në të njëjtën linjë ne e kemi hapur këtë për të gjithë bizneset. Pra, kemi propozuar një paqe fiskale e cila do t'i takojë të gjithë bizneseve që operojnë në vend, të gjithë bizneseve që paguajnë tatim mbi fitimin. Ne kemi propozuar paqen e cila është e përbërë nga 3 komponent kryesor. Komponenti i parë është marrëveshje me tatimin mbi tatimin që është për t'u paguar. Tatimet do të llogarisin një tatim i cili do të marrë parasysh 3 vitet e mëparshme, fitimin neto të kompanive të 3 viteve të mëparshme, që do të mblidhet me një shumëzues që merr parasysh zhvillimet ekonomike, që merr parasysh zhvillimet e sektorit specifik, dhe do t'i propozojë çdo biznesi që fitimi neto të jetë një shifër X. Mbi këtë shifër, biznesi do të paguajë 15% të tatimit mbi fitimet. E ndërsa biznesi do të ketë të drejtën në momentin që lidhet marrëveshje me tatimet, që nëse do të deklarojë më shumë, do të paguajë vetëm 5% të tatimit mbi fitimet. Me lidhjen e kësaj marrëveshje, biznesi do të shpëtojë nga kontrollet. Pra do të eliminohen të gjitha kontrollet tatimore. Ne duam që me biznesin të lidhim një kontratë, të hapim një kapitull të ri bashkëpunimi, ku të jemi të dyja palët të qetë. Nga njëra anë qeveria, tatimet, Ministria e Financave të marrë çka planifikuar të marrë nga biznesi, nga tatimi e fitimit, dhe nga ana tjetër ju të jeni të qetë dhe të qartë, të parashikueshëm për të ardhmen. Komponenti i dytë i paqes lidhet me rishikimin e bilanceve, i cili është një nevojë për pjesën më të madhe të bizneseve. Neve vim nga një periudhë informaliteti e lartë, e cila edhe bizneset që sot janë shumë formale, e kanë pasur para 5 vitesh, para 10 vitesh, para 15 vitesh, një moment informaliteti. Ne duam t'i japim të drejtën çdo biznesi, të rregullojë pasyrat financiare dhe të mbyll një kapitull me të kaluarën, duke hapur një kapitull me të ardhmen, ku nuk do të ketë më gënjeshtra mes njëri tjetrit. Për këtë, për të rishikuar çdo zë të bilancit, biznesi do të paguajë vetëm 5% tatim mbi diferencën që do të rishikojë. Komponenti i tretë lidhet me faljen e detyrimeve. Falja e detyrimeve është një nevojë që është krijuar tashmë. Ne vim nga një kaluar e viteve të fundit, në të cilën na është dashur të përballemi me shumë problematika. Kemi pasur tërmetin, kemi pasur pandemin, kemi pasur krizën e çmimeve, të inflacionit, të çmimeve të energjisë, të pakërkuara nga ne, por të cilat na është dashur që bashkarisht të përballojmë. Kjo është arsye pse ne propozojmë një falje të detyrimeve tatimore. Për gjithë bizneset të cilat kanë detyrime më të vjetra se 10 vjet, ne do të falim detyrimin, interesat dhe kamatvonesat. Pra do të fshijmë gjithë detyrimet. Për bizneset të cilat kanë detyrime nga 5 deri në 10 vjet, ne do të fshijmë interesat dhe kamatvonesat, dhe për ata që do të paguajnë një herësh 50% të principalit, do të fshijmë 50% tjetër. Nga ana tjetër, për ata që nuk kanë mundësi ta paguajnë me një herë 50% të principalit, ne do të lidhim një marrëveshje dhe ata do të kenë mundësi ta shlyen në një vit dhe do t'i fshihet 25% e detyrimeve. Ndërsa për bizneset të cilat kanë detyrime nga 1 deri në 5 vjet, ne do të fshijmë interesat dhe kamatvonesat. Unë besoj fort që ky propozim për biznesin, kjo marrëveshje që neve do të krijojmë me njëri tjetrin, do të krijojë një lirshmëri dhe një frymarrje për bizneset dhe do t'i jap hapësirën që të gjithë së bashku ne të përqendrohemi në më shumë investime cilësore, në më shumë fitime për ju, për qeverim, pasi ne shohim veten si partner. Shumë faleminderit edhe një herë për vëmendjen. A ka dikush se të pashi për marrë shënime? Jeve pak se për marrë të gjithë të shënime, këtu, ja aty. Ca gjëra, kështu që është pak e vështirë. Ka marrë shënime dhe dynjas. Pak e vështirë me folë gjëra më men, po gjithsesi 2 pyetje. Ullu. Ju falenderoj shumë, zoti kryeministër, se
shoh një dashuri të shtuar për zonën tonë, për Lezhën. Jo, më nuk është dashuri, është hall që më ka zonë me policinë në Lezhë, për çfarë të bëj. Ale se kësaj zone këtu realisht jemi të sigurt se vëmendja juaj do jetë shumë më e madhe këtej. Ju nëse na bë pak si ters kjo Milot Balldrania, thu do të ishte më e mirë Milot Lezhë se kemi një emergjencë të jashtëzakonshme në verë. 2 orë me shku, 2 orë me hy, 2 orë me dal, bëhet tur. Djeri ke ura Milotit është trafiku në verë. Një pyetje tjetër për kryetarin e bashkisë, Pierinin. Me këtë rrugë, do t'ja marrim dhe ato turista që ka. Parashikoj që 70% e kosovarëve që duan me shku në Velipoj do shpërngulen këtej. E do jetë një kolaps hyri dalësh në Shënqin. Është një mundësi aty ke Alqeto që ta përmisojmë e ta bëjmë me sens unik hyrjen dhe me sens unik daljen në rrugën e re që është bën përmes lagunës, ka mundësi që tashmë a është mundur që këtë sezon të bëjmë diçka dhe një të fundit për zonjën ministre. Na rezulton që me BNB-t buxhetit shtetit i mungojnë shifra pothuajse aq sa bëjnë hotelet. Çfarë mund të bëhet që këta njerëz disiplinohen dhe të mos na sfidojnë hotelet dhe të çojnë të ardhurat e buxhetit shtetit, sepse vërtet është një problem jo i Lezhës, po i gjithë vendit. Faleminderit shumë, e më falni për zë. Dgjoj, ta filloj nga kjo e dyta. Është e vërtet që një pjesë e madhe e të ardhurave nga turizmi, sepse tha ministrja me drejt që e kemi nisë me rreth 1 milion turist, ku ne shumë mirë që 95% kanë qenë patriot. Do me thënë, njerëz që kanë ardhur nga Kosova, nga Maqedonia, vende të tjera, ose që emigrantë që ktheheshin për turizëm patriotik. Sot kemi 5 miliard të hyra në ekonomi, që është një shifër e jashtëzakonshme dhe që praktikisht kërkon një analizë, dhe ne kemi bërë analizën se si janë shpërndarë këto 5 miliard, ndërkohë që siç e tha ministrja, kur vjen puna te të ardhurat e deklaruara, duke filluar nga të ardhurat e deklaruara të biznesit formal, është dyfish. Po nuk është aq sa është. Dhe një pjesë e konsiderueshme këtu është pikërisht Airbnb-a. Pra janë ata që japin shtëpit me qira ose një dhomë, është plot kudo. Tirana është plot dhe janë para ekstra për familjet, të cilat nuk deklarohen askund. Ne kemi qenë të vetëdijshëm për këtë dhe nuk kemi dashur të hymë akoma në këtë pjesë për një arsye thjesht, se nuk i kemi ne akoma kapacitetet hoteliere të atilla që të mund të fillojmë shtrëngimin në anën tjetër, dhe nuk ka, sado që Airbnb-a shumë e përhapur, nuk ka filluar të cënoj hotelet. Dhe pra, faktikisht hotelet mbeten plot në sezonin kur dhe Airbnb-a merr pjesën më të madhe. Por tani më kemi planifikuar ndërhyrjen që do ta nisim me qetësi, me butësi, jo me eksperiencën e kam mësuar që aty ku bëhet fjalë për të marrë pjesën e shtetit nga privati, është më e mirë qasja konstruktive dhe qasja mirëkuptuese se sa presioni, që bën më shumë dëm se sa sjell të ardhura për hir të vërtetës. Dhe prandaj kemi filluar me këtë marrëveshjen me ju, me gjithë hotelet. 65%
ju e dini shumë mirë që është i shifër qesharake në raport me çka keni ju në sezonin e pikut. Qesharake, dhe më thënë është shumë më pak. Por ama, ne jemi shumë të lumtur që ju të pranoni 65% që në para deklaruar bazuar mbi shtretrit, 35% që i pjesës tjetër e sezonit është më i lartë se sa normaliteti, e dim dhe këtë, por është një lloj balance dhe jemi shumë të kënaqur që mbi 1000 hotele i janë afruar derës tonë, kanë trokitur dhe kërkojnë marrëveshje. Dhe kështu nuk keni më inspektime, historira, kontrole, shkoket bjeri derës, ka njëri mrena, s'ka njëri mrena, dhe ju dini shumë mirë pastaj se sa shumë akullore duhet jepni për të fresku inspektorët. Kështu më mirë, hiç inspektime, marrëveshje, shteti e di çfarë do marri në fund dhe ju e dini çfarë do merrni në fund, tuaj tjetër. Dhe paralelisht me këtë, do fillojmë dhe procesin me Airbnb-t, kështu që kështu do adresojmë. Për sa i përket paqes fiskale, ju lutem shumë konsideroni interferon në Shkodra në Lezhë këtu që ikën zëri, se u fokusoha dhe u këne nga Lezhë ai. Do me thënë që paqen fiskale është mirë ta shifrim me shumë seriozitet, sepse ka disa avantazhe. Spari për llogaritja paraprake e të ardhurave vjetore bazuar në 3 vitet e fundit dhe bazuar në rritjen ekonomike është shumë e drejtë, shumë e ndershme për 2 palët, edhe bie dakord me tatimet. Kjo është shuma që unë i detyrohem shtetit. S'ke aty as kontrole thelluara, as telefonata, as historira. E dyta që besoj juve ju intereson është mundësia për të rishikuar veten, duke u kthyer 5 vjet mbrapa, për të nxjerr në dritë disa nga ato që keni harruar, jo se keni dash të mos i deklaroni, po i keni harruar nga nxitimi, nga puna, nga stresi, nga gjithë farë lloj situatash që ju i keni dhe ne ju qajmë hallin se me thënë drejtën jeni në vështirësi të madhe. Se është e bukur shumë. Unë sa herë pyes në një nga njerëzit e biznesit dhe si po duket ekonomia, ore po ti jo më unë jam mirë, po ekonomia, do të thonë gjithë janë mirë, po ekonomia dhe mundësia për t'i rishiku duke deklaruar mbi fitimin e dakordsuar, por ama duke paguar vetëm 5% për këtë ekstran, besoj që ju jep një mundësi të madhe që të krijoni një bazë më të qëndrueshme, më të madhe të ardhurash të deklaruara që do t'ju vlejnë shumë dhe për bankat, do t'ju vlejnë shumë edhe për kolaterale, do t'ju vlejnë shumë edhe për gjithë proceset e tjera që keni, sepse Oreksi vjen duke ngrënë, thot populli, dhe ambicia ju i ka ardhur duke u rrit. Unë shoh projektet që vijnë, janë projekte që thu Zoti ju dhënë ymër edhe u shtofti natin që t'i bëjnë këto projekte, por ato duan mbështetje financiare të fortë. Dhe natyrisht ju e dini shumë mirë që është mbyll pothuajse fare gryka e financimeve të pa qarta, kështu që ju intereson kjo gjë. Plus edhe e treta pastaj e faljeve me kusht të detyrimeve ndaj shtetit. Për sa i përket pjesës tjetër, tashi Milot Balldraj, Milot Lezhë, unë them që është e njëjta gjë. Ndërkohë që po tani apo jo, edhe policia këtë mendim ka. Tani se si e njeh policia këtë punë se njeh njëri se sa herë i ka gjimut tjerëve në shtek më shtek, e rrugë më rrugë, e di mirë në ku del, e pa asfalt e pa. Kështu që na duhet patjetër, se është tuneli apo? Po. Na duhet patjetër bypassi.
i Shëngjinit aty, që e kemi në proces. Ai na duhet se ai është problem. Tashti, më falni, do shtohet, po më ka ftuar para disa vite mik i mirë në Francë, për të kaluar 2 ditë, po ka shumë vite. Ishim faktikisht dhe kemi shkuar eksaktësisht mbasi kishim fituar zgjedhjet e para dhe s'kishim marrë akoma qeverinë ato verë me 2-3 kolegë se është një kokë e madhe atje që na këshillon. Edhe na ftoi të shkojmë te shtëpia e tij në jug të Francës. Unë po ju them kilometrat e radhës, se ishte sepse ata përgjithsisht ata francezët, po edhe të tjerët, rrugët turistike nuk i zgjerojnë. More të kthehet bota përmbys, nuk i zgjerojnë. Kjo është rruga turistike, këto standarde ka edhe në Francë, edhe në Zvicër, edhe nuk i zgjerojnë. Thonë, nuk kam unë pse i bie në qafë natyrës se do t'i t'hikësh më shpejt. Do të shkosh atje, e cavash. E parë. E dyta, edhe për një arsye tjetër. Sepse nuk është gjithmonë përgjigja zgjerimi, pasi nga një herë ti zgjeron, por nëse në fund ka një gryk të vogël, ti sjell më shumë makina në një kohë më të shpejtë dhe pastaj bllokir. Kështu që kilometrat e radhës në vendet turistike, në vendet e shumë kërkuara janë pjesë e jetës. Pra nuk do ketë ndonjëherë në mundësi që ti dhe të kesh 20 milion turist, edhe mos kesh, edhe ta kesh rrugën si sot. Edhe aty ku drejton policia. Si në Lezhë. Lere më pastaj ku drejtojnë këto qenit e buta, që nuk bëhet fjalë fare. Kështu që thuaj një fjalë ti se ti, pra se sa flitet për rrugë për trafik, të vjen dora me marr mikrofonin. Jemi se më ka bëllë i pyte mua. Tani ne do ta bëjmë një shpikje aty te ajo që the Zef. Ka sens ajo që mundet. Do ta bëjmë një eksperiment për ta. Vetëm se unë mendoj se Milot Balldareni është shpëtimi përfundimtar i Lezhës. Yeah. Sepse para punës herë merr gjithë trafikun nga Balldareni, e gjithë pjesën veriore të Lezhës, Shkodrës, Malixhi, Tropojës, Pukës, komplet i nxjerr nga bllokimi i rrugëve ose qenia tap te ura aty, ose domethënë lehtëson edhe lëvizjen e Shëngjinit, hyrjes Shëngjinit, sepse prap edhe dalja nga Shëngjini është po pjesë e këtij bllokimi që vjen për shkak të rrugës që shkon atje. Pra, plus pastaj na jep ne mundësinë që nëpërmjet bypassit të lidhemi me autostradën, na jep mundësinë që nga kthesat e autostrada ku hyn tunel të hyjmë në rrugë tjetër në Shëngjin. Bile kryeministri në fundit na tha vetë, gjejmë një shpikje për me hyrë në Shëngjin e kemi. Se tash i shkon gjysmë rrugës, ne mund të hyjmë në Shëngjin drejt komplet, duke pas se si rezerve rrugën që kemi aktualisht dhe dalën nga Kunja. Besoj se skema është totalisht e qartë dhe është në zbatim. Mendoj se për 2-3 vjet Shëngjini nuk do ketë probleme madhore, tash trafik do ketë, ashtu si tha kryeministri. Mirë se na erdhe në Shëngjin zoti kryeministri. Pse nënvizon kështu më burr, si ka mos. Unë ashtë e ju. Unë erdha nga Velipoja, isha në Velipoj 2 minuta këtu, me shku në Shëngjin duhet sa duhet. Që nga këtu sa duhet me shku deri në Shëngjin. Shumë faleminderit. 5 minuta. 5 minuta me lektereja. Jo, ku fini ashtu. Hajde më mirë, dakor. Shumë faleminderit që na ke mundsuar. Kjo është historia e atyre që janë të dytët, që duan gjithmonë të bëjnë sikur janë të parë. Na pas gjithmonë, në gotë partisë. Po dytët janë, mas Shkodrës janë tash ledhësh. Shumë faleminderit që na ke mundsuar që ky ballkoni që na ke bën këtu është në vend parë. Aja llogaroja famshme. Problema çka ke tash që fut shkon deri atje. Du me vazhdu me këta 2 legendarët e Veriut. Ndryshimi mes tyne është se Benetin e kena i fje më të qeshun se Pierinin. Kurse modelin e zhvillimit edhe të pastërtisë ka marrë prej nesh. Çfarë do ta përsërish? Sa herë do ta përsërish? E ka marrë prej nesh. Policë pa kapele pra. Jo, a kena të mirë. Ai është
Edhe një falenderim për Benet Becin se unë jam dashamirës. Ai është si ka një Zoja Shkodër. Ky është ndalo, policia. Dakor. Një falenderim për Benet Becin për thethin. Jam dashamirës mërësisht paktën e 20 viteve të funit i thethit. E kam jetu krejt atë rrugën që ka kanë atje blokimet i funit që ka kalu me forestat, jam kanë unë gjithmonë aty. Ty bashkë ta bab zoti Allah dhe me thonë që me ne dërubi 6 muaj i bloku në theth, po i laqe, po asiloj mundësijet, asiloj gjonet, edhe s'fund mi rrugën e Duga Gjinit që ishte hera parë se me thonë drejtën në ne kam pas frikë mira gjithmonë, a kuptën se rruga keqe, po kësaj rrallet në shtatorë, ku ishin të ba punimet, kam kalu dhe me thonë sinqerisht është i kryevepër. Jo, e di, po ata kërkesat i bani ju se kryeministri që se erdhi, e kam pas që kanë në kokë, thote, Pierinin për këtë. Sinqerisht, faleminderit tonëve, sidomos ty, për i ta që i Shiko, do të tregoj se në base e kam thënë këtë gjë, nuk e di, me mduket se e kam thënë atëherë kur kandidohet ti, po kur e këtrida unë Benetin për të kandiduar, se aty deputet nuk i rrije fare, se kupton të veten duke qenë se kishte një jetë për kantierë, edhe i thash, kandidosh, në ta më mblet me nëhen. Edhe si duket bëri ato hulumtimet e veta, edhe më vjen dhe më thotë, shiko, nuk e kam kusht, thot, po të lutem, a ma jep fjallën që unë ta them, se kjo e di që unë nuk e jap fjallën kollaj. U jap fjallën kur bendoj, kam bindje që kjo gjë do bëhet. Ta them atë rrugën e Duga Gjinit, se ajo është thot i gjë që na ep shumë. Mi po mua atë në fakt ma kishin thënë shumë herë, po shumë volum i madh, nuk është e vogël. Edhe gjithmonë duhet më matë mirë. 50 km rrugë, është edhe pastaj flas me fondin, flas me Ministrinë e Financave, i thash, okay. Tani, të falenderoj që solle dohen ishte Beneti që të jemi të qartë, po jo me metoda dhe këti, se metoda dhe këti janë i qikë më të ashpra, më nuk... Po, Beneti e ka me proces, ky e ka me stacion, do me nuk ka proces. Nga këtu deri atje është me... Nuk ka proces që shikohet, ndalojmë, flasim, qa do flasësh o burë, ti e ke ndorë, pra hapra thue, që pra... Por në fund të ditës unë kam shumë respekt për të dy, sepse në fundit nuk është se po ma kërkon për shpinë e vetë, nuk më ka marrë herë të kërkoj i gjo për interes të vetin. Por të falenderoj që e preke për një arsye, sepse e kam vërtet bezdi, kur më thonë ca veriu e latë jugu, investonin jugu. Po të shikosh qarë kemi bërë ne investime në gjithë zonën e veriut, atëherë kupton edhe pse ka zhvillim turizmi dhe pse ka zhvillim ekonomia në veri. Po ta filloj nga rruga e Valbonës, Tropoj, dhe po ta marr nga Bajramcuri. Kur kemi marrë në detyrën, Bajramcuri ishte çfarë të them, nuk di çfarë të them, nuk ishte një vend, unë thosha cila mund të jetë arsyeja që njeriu të rri këtu 1 minutë, jo më të jetoj këtu. Dhe sot rruga e Valbonës ka gjeneruar gjithë atë turizëm në Valbon dhe prit sa do shtohet. Bajramcuri është bërë ai që është qytet i vogël, por është bërë një qytet i vizitueshëm, i pëlqyeshëm. Ta vazhdojmë me rrugën e Vermoshit. Gjitha ajo rrugë se ekzistonte. Ta marrën që ishte një vend ku vetëm plera dhe qenë kishte aty, edhe ca njerëz që ishin shkretet mbi jetonin, e bëm pikë turistike që ndalojnë gjithë, edhe nisen nga Tirana për të shkuar ta marrë dhe shkojnë dhe të hujet atje.
Vazhdojmë me rrugën e Dukagjiri dhe tha me Komanin. Po mirë, të vazhdojmë me këtë Velipoj, Shkodër Velipoj, si ishte kjo? Nuk ishte kjo Shkodër Velipoja. Si ishte? Vazhdojmë me pjesën e zonës nga vinë këta udhëheqësit të vërtet të gjithë veriut nga Puka. Do ta prekim reps fusharës. Jo prekem edhe unë to. Do me thënë, po pra, Puka vetë, prit, se e përmëndi Thethin, e tha rrugën e Thethit. Thethi nga lartë, Thethi nga poshtë. Do të shtyhemi se po të rri në qark, nuk po t'iki. Se mund të shtyhem më tutje, që dhe të filloj të flasë pastaj për qarkun e Dibrës, por pjesa tjetër që do lidhi Rëshenin me zonën mbrapa dhe rrugën e Lurës, edhe rrugën e Arbrit, edhe të tjera, dhe më thonë, është bërë, po ta shofësh në hartë, është bërë një infrastrukturë, e cila praktikisht ka hap, tamam sigur i ka hap ato qarkullimin e gjakut, edhe i ka dhënë gjithë këtë energji organizmit në veri. Tashti këtu çështja është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Nuk ka një vend të bukur në këtë pjesë Shqipërisë ku ti të ndërtosh një agroturizëm edhe mos ketë njeriu si të vi. Nuk ka. Sinqerisht, dhe më thonë, ka turizmin më të furtë në Shqipëni, Thethi, sot vësot. More, nuk është, unë po them, e këtë dina shprehjen time s'keni pa gjua akoma, unë e them gjithmonë, Bregdeti normal është Bregdet, pa tjetër. Por, minjera e arit shqiptar të turizmit është qarka matan Bregdetit. Dhe fillon nga kjo zonë lartë edhe shkon deri te malet poshtë në jug. Malet tona janë një mrekulli edhe për një arsye është tjetër shumë tjetër, sepse tjetër është male në një shtet pa det, tjetër është male me detin afër. Janë dy gjëra komplet të ndryshme dhe kur të zbulojnë, kanë filluar të hujet të zbulojnë, kanë filluar se ka shumë, po kur të fillojnë investimet me pesyje në për male, aty do flasim. Se si jemi akoma aty. Kur fillojnë investimin, siç kanë filluar në Tiranë, në Bregdet investime me pesyje, kur të fillojnë në për male, do flasim bashkë. Se çfarë do jetë ekonomia e maleve. Nuk e egzagjeroj fare, Zvicër, Austri, pa asnjë diskutim fare. Por, kjo do t'i përkasi dekadës tjetër, kur t'jemi edhe Bashkimin Evropian e tjere. Por ama, kjo është e ardhmja, pa diskutim. Kjo është e ardhmja. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zonja ministre, kryetar të nderuar që nuk kemi asnjë gjë me nda prej kryetarit tonë unik, zotit Benet Beci. Është krenari për ne edhe është krenari për ju që sot këtu ku bisedojmë ulemi si për punës. Pra nuk kemi nuk jemi në një takim ku flitet për një premtim kush e di se kur, por jemi si për punës. Kjo na ban krenar gjithëve e para. Kam vetëm një kërkesë që na bashkon si Lezhën ashtu dhe Shkodrën, mas kësaj rrugë unike, panoramike, funksionale, gjithçka nevojitet e sidomos porta kryesore e Europës toksore, që ne na shërben pa mas. Nëse është e mundur me i planifiku pjesën tjetër të infrastrukturës, pra kanalizimet e gjithë që i shkon mrapa, sidomos atë korridorin kryesor ku kjo punë unike mos të ripreket, mos të ribahet edhe i herë, nëse është e mundur me planifiku kjo për një turizëm luksi na ndihmon pa mas. Dhe kjo është i ndihmon të dy qytetet në një mënyrë jashtëzakonisht veçantë, sepse me gropa skeptike nuk mund të kemi një turizëm elitar. Faleminderit. Kjo është shumë e vërtet, po në këtë drejtim është punë e bashkive që e kanë nisë. Ne kemi
ne kemi marrë shumë masa të forta për ujërat edhe faktikisht sezoni kaluar dini dhe ju ka qenë goxha më i mirë nga kjo pikpamje. Sidomos për ndalimin e derdhjes në det të çdo lloji uji të ndotur, por sistemet tani janë të domosdoshme, sidomos në këtë zonë që akoma nuk ka filluar të ketë atë, nuk ka ngarkesë kjo. Këtu janë pak aktor, po kur të ketë më shumë, ngarkesa do rritet, edhe është e domosdoshme, ka filluar puna në të dy anët me fizibilitetin, edhe në momentin që do të kemi gati projektin nga bashkitë, patjetër që do t'i mbështesim fort për këtë punë. Nuk diskutohet. Përshëndetje, zoti kryeministër, përshëndetje ministre dhe të nderuar kryetar. Unë jam Gjolek Nikolli, operator turistik në Velipoj. Zoti kryeministër, Ta ndërpret Lezhë, pse ti mjafton të toshe emrin, nuk kishe nevojë të toshe Velipoj, të ndërpret mikrofonin. Por. Zoti kryeministër, ju sot Sot keni ardhur me faqe të bardhë dhe si një burr shteti i cili dini të marrni vetëm fjalën. Të thurim lavde është e kohët sepse ti i meriton ato se flet dhe i kthen në vepra. Shumë kush mendonte që këtu nuk do të bëhet kurrë investimi dhe fal burrnisë tane nuk dëgjove deputet të opozicës të cilët në historinë botore tu lutshin që mos bëjmë investim. Në gjithë botën opozita thot të bëjmë investim, kërkojnë llogari, ndërsa ato kërkoshin që mos bëhet investimi. Ne tash si operator turistik në Velipoj do përgatisim një paketë turistike, sepse investimet që keni arritur në krye kryetarin e bashkisë Benet Beci, i cili e ka transformuar totalisht Shkodrën, dhe kush nuk ka qenë 2 vitet e funit, besoj që nuk e njeh Shkodrën, sepse Shkodra ka qenë një vend ku bashkë 2 orë mu fut dhe tani po hapet dhe s'kemi pas si të afrojmë paketë turistike, kur turisti ban 2 orë të futet në Shkodër, 2 orë të shkojnë në Shirok, ndërsa fal bashkëpunimit të kryetarit qeverisë dhe të kryetarit bashkisë, ne na është bën shumë e lehtë edhe të bëjmë biznes. Zoti kryeministër, na keni qitë edhe fije punë, duhet me shit gjeneratorat tash me këtë investimin energjetik, dhe ne na metet që t'ju themi edhe këtyne kolegëve tonë të Lezhës, nuk na trem fare sfida, sepse ne i konkurrojmë denjësisht duke ju ofruar një paketë turistike marramense çdo pushuesit. Velipojen, që është plazhi, kemi Bunën, kemi Lagunën, kemi Thethin, kemi Razmen, kemi Shirokën, kemi qytetin e Shkodrës që është qyteti kryeqendra e Ballkanit. Dhe nuk ka problem, ne jemi në kufi këto, nuk kemi ardhur për ta nda, po në kufi jemi këto. Ne jemi në kufi. Dëgjoj, të lutem. Ky tash ti quhet kundërshtim me dhunë i punonjësit policisë. Edhe qa është ma e madhe sa kushin jemi. Shumë mirë, vazhdo, ta pas ka po tekstin Benetin. Jo, për zote, po ameritanër do të mi fol hakun dhe nga vanë gjithë puj. Si kryeministër, si para 2 vjetëve, edhe mund të na kishin konkurru këta. Sepse normal se s'kena pas qa mu afru. Se kena ba biznes me vështirësi, por tash kena qa afrojnë kryeministër. Unë nuk du të bëj këtu tash as arbitrin, as po e vërteta është që të dyja këto pjesë Bregdetit janë shumë prallore, por të dyja janë godit në të shkuar nga zhvillime të rënda, qoftë Velipoja, qoftë Shëngjini. Ama ka akoma, si thash, dhe nëse të gjitha këto që the janë të vërteta, ka dhe një të vërtet tjetër. Se turistët duan pa tjetër vëndet bukra,
por turistët duan edhe me hëngër. Këtu tashti këta janë të parët. Jo në raport. Po kanë. Më fal tash, le tash, a fola. Po me jo. Jo në raport me Shkodrën, në raport me gjithë Shqipërinë, kuzhina në Lezhë, do në këtu janë, unë di një 7-8, po mund t'jenë dhe më shumë, se 7-8 di se kemi pas bërë një takim dikur edhe i kam vizitu me Pirin. 7-8 restorante këtu janë nivel kategori, janë nivel Champions League Europiane. Kështu që keni punë për t'i kapë këta, por bazën e keni të mirë, se keni natyrën e keni, jo, së është 10-1, se e ngrëna është gjysma e arsyeve se turistët vinë. Duhet vish ma shpesh në Velipoj me provu të hangërin, se në Velipoj edhe në Shkodër gatu i mirë. Nuk të shi se s'du të bojmë të shi mos më fut të shi në armistira me guzhinjerët e Velipoj. Një kërkes vogël, zoti kryeministër. Nëse unë e di që Shqipëria ka hallet mëdha dhe është normal se investime kërkojnë të gjithë, kemi edhe një pjesë të rrugës, ulja qafa ashtiqeve që quhet aty, deri në qendër, sepse ka një ngarkesë shumë të madhe. Edhe ajo është rruga ekzistente, ajo ka nevojë për zgjerim. Rritin e rrugëve po bëjmë tash fizibilitetin që ndihmojnë mbas këtij projekti gjithë në zonën, po edhe mbas rrugës deri direkt në qendër, kam gati më tregu, po deri një moment dytë kemi shumë përpara. Unë do të them një gjë që më pëlqen shumë. Ne këtë rrugë ta konsiderojmë rrugë të përbashkët të Shëngjinit edhe të Velipojës, Lezhës dhe Shkodrës. Nuk ka gjë më të bukur se produktet turistikë joni përbashkët, që më mshiron shumë. Është tjetë një shembull i shkëlqyer e bashkëpunimit i gjërave më të mira që japin të dyja zonat, është dhe të bim dakord për një gjë, që kjo rrugë në fakt jo vetëm ka zbuluar një zonë të jashtëzakonshme, po ndoshta është rruga nga më të bukurat që të ftojmë edhe jugun, edhe turistët huaj të vinë, se është nga rrugët më të bukura panoramike të Shqipërisë. Për këtë duhet bim dakord Lezhë dhe Shkodra që kemi ofruar këtë. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Tashti unë mendoj që nga ardhë koha ta shoh dhe unë këtë balkonin, se ngela duke një gjuhë sa bukur është, po se kam pa akoma. Shumë faleminderit. Falenderojmë. Që me ndaj, jo 1 kilometër më për te. Shkon 1 kilometër për te. Nuk pëlem ne, asë i klam. Dalë që sot. Që sot dalën në shumë. Vetëm për fakt që mbushët dhe pak më pengone. Po nuk pjesën atë një është kam bërë. Pjesë një është kabur të jo pjesë një të mbërë. Jo, po të du në marrë masa se direkt të lind është mjeta bëj për shëshëja, për para se të bëhet në ndërtim paleja, se direkt. Mos një gjo më dru me një shërbimi që të pinë kafe, dalë për kafe. Kjo
Mrekullisht sa burë. A fost de treneș, mă zdăcăște apoi mă mai trag. Do të zvish në lejsh një çosh ulqine, se nga Shkodra se shef dot, kjo është ideja. Si e, si dukesh? Më më dhe një gjanë. Deri zot të një sa dushti. Sa do të përfiljet? Den hala den se ti. Den bora. Den më bëj foto me këtë. Ada kryetari. Kryetari në sa e duhet kjo. Kryetari në këtë muaver. Fillon buri, fillon aty. Edhe mirë të vinë me ato. Logje jo në vinë Mark. Zodi Mark. Mirë jena. Mirë jemi. Po. Ka Londrin. Ah, këtej, Vajzën e ka marrë këtë. Ju pafshim Perin, po shkojmë në Shkodër. Vazhdoni.